Altin, shumë gra për probleme të thella hormonale përdorin pilula kontraceptive. A është një zgjidhje kjo, apo është thjesht një mask për momentin edhe më pas ka dhe pasojat të tjera? Çfarë mendim ke? Nuk është mendimin kjo. Unë do them mendimin që ekziston në përgjithësi. Pilulat ose këto kontraceptive nuk shërojnë. Ato thjesht modifikojnë ose fshehin problemet e shenjave që ne kemi. Në qoftë se ne do përdorim, që gratë po përdorin shumë pilula për shumë probleme të akneve, problemin e akneve, ciklit, problemin menstrual e tjerë, çfarë bëjnë? Ato ndërpresin ciklin natyral, sepse shumë thelbësor. To hormone që ne po i marrim, po i zëvendësojmë me hormone sintetike. Pra po imitojmë estrogenin dhe progesteronin të trupit tonë. Trupi jonë nuk e kupton për momentin, por në momentin që e kupton, ai kthehet kundër. Do krijojë gjakridhje artificiale, kur nuk kemi probleme menstruacionit. Vetëm për ta krijuar një idenë që ti je në menstruacione, por gradualisht do dëmtojë gjithë balancimin hormonal. Çfarë është parë në disa studime, ja t'ia themi, te Gazeta Klinike e Endokrinologjisë tregoi se pilulat që konsumoheshin sistematikisht dëmtonin e çrregullonin jo vetëm mikrobiomën e zorës, por ishin inflamacionin dhe ishin paralel si disa sëmundjeve autoimune. Gjithashtu u pa që dëmtonin vitaminën B6, B12, magnezin, folatin, zinkun, që janë mjaft thelbësore, determinante për shëndetin hormonal të fetusit, të trurit dhe të fertilitetit. Pilulat kanë parë që rrisin piksin e gjakut të femrat, sillin probleme kardiovaskulare në të ardhmen dhe do sillin shpërthime të simptomave të tjera që ne i kemi shtypur me dhomë. Pra ne i kemi shtypur. Pra kjo mund të jetë një gjë e përkohshme për të kontrolluar edhe problemet e lindjes, edhe problemet e akneve dhe të menstruacioneve. Por nuk duhet të jetë zgjidhja universale dhe bazë që një grua duhet të përdorë. Sepse pilula nuk shëron, thjesht mbulon situatën ku ndodhesh. Në moment caktuar, trupi ka për të kthyer, ndoshta edhe një sëmundje edhe më të rëndë nga ç'mundet të E kuptova.